you really wanna change, but all you do is talk, 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 then walk the same way. I say what you don't wanna say. I think we better stop, stop, stop before it's too late. Don't say you wanna stay forever. We both know that I know you better. You say you really wanna change, but all you do is talk, 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 talk. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, shikues të televizionit të UTA, mirë se takohemi së bashku me emisionin Flasim. Është kënaqësi që të jemi së bashku kështu për çdo javë, ku ne përcjellim tema ato të cilat janë aktuale, ku ka më mirë se sonte të flasim për një projekt I cili për herë të parë po realizohet në Mal të Zi, e për herë të parë kemi 8 vajza përfaqësuese në projektin Mali I Zi në ritmin e Evropës. Unë para se të prezantoj të ftuarit dhe të flasim pak mbi qëllimin e këtij projekti, mbi atë se si Komuna Ulqinit u bë pjesë e këtij projekti, do të shkëputemi për të ndjekur insertin në lidhje me temën dhe do të kthehemi në studio. Në kuadër të manifestimit Mali I Zi në ritmin e Evropës, në të cilin marrin pjesë 21 komuna të Malit të Zi, Ulqini në finalen që do të mbahet me 29 prill në Podgoricë, do ta përfaqësojnë 8 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Ky manifestim organizohet në kuadër të Kartës Evropiane për pjesëmarrjen e të rinjve në jetën e komunitetit lokal dhe rajonal, dhe si qëllim ka promovimin e talenteve, kulturave të ndryshme, tolerancës dhe barazisë. Në finalen nxënësit do të paraqiten me një këngë në gjuhën turke. Ky projekt po realizohet për herë të parë në mbar Malin e Zi. Shpërblimi për ekipin fitues do të jetë udhëtim në shtetin që kanë prezantuar, ndërsa administratës lokale do t'i shkojnë 50% nga fitesa e mesazheve gjatë votimit. Ulqini në mënyrë dinjitoze e përfaqësojnë 8 vajzat, të cilat do të këndojnë e vallëzojnë në ritmet e muzikës turke, ndërsa të gjithë ju duhet I përkrahni duke votuar numrin 12 në numrin e telefonit 14941. Glasujte za nas. Podvedi broj kanës. Na broj 14941. Votoni për ne. Në numrin 12. Në numrin 14941. Ndoqët kështu edhe insertin në lidhje me temën, pra Mali I Zi në ritmin e Evropës, edhe më njëherë kam kënaqësi që të prezantoj të ftuarën. Në studio me neve është zonja nën kryetare e komunës Ulqinit, Hatixha Gjoni. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni. Mirëmbrëma, mirë që ju kemi gjetur, të përshëndes të gjithëve, posaçërisht të vajzat e reja, gjithësisht komplet ekipin ton, cili do të na prezantojnë. Atëherë ekipi komplet që prezanton janë 8 vajza, mirë po në të pjesë të parë le të themi të emisionit ne kemi vajza të cilat do të flasin në gjuhën shqipe, sepse ky grup përbëhet edhe nga grupi I vajzave në gjuhën malazeze, do të thotë është një ndërthurje së bashku. Do të prezantohemi me radh? Do të prezantohesh për publikun? Unë quhem Anushace Behrami, jam nxënëse e vitit të tretë të gjimnazit dhe marr pjesë në këtë garë për Malin e Zi dhe përfaqësojmë Turqinë. Je e kënaqur? Po, jam shumë e kënaqur, gjithashtu jemi të gjithë të kënaqur që na është dhënë kjo mundësi që të marrim pjesë në këtë garë. Faleminderit. Vazhdo me prezantimin. Quhem Eliza Markic dhe përfaqësoj pra Ulqinin me këngë në gjuhën turke në festivalin Mali I Zi në ritmin e Evropës. Dhe mund të them që jam tepër e kënaqur që më është dhënë mundësia që të rinjtë e Ulqinit të kenë ku të shfaqin talentin e vet. Faleminderit Liza. Po? Përshëndetje, jam Erina Rexha. Marrë pjesë me vallëzime në këtë garë dhe jam shumë e kënaqur që marr pjesë. Patjetër që është kënaqësi sepse ju përfaqësoni një vend kaq të bukur si është Ulqini në një garë kaq të madhe. Apo jo, zonja Hatixhe, si arrit që edhe komuna Ulqinit të jetë pjesë e këtij grupi të madh të komunave të komunave të Malit Zi që marrin pjesë në këtë projekt? Edhe çfarë mund të themi më gjithësisht? Si e keni prezantuar në fillim, ngjarja ndodh për të parën herë në shtetet e rajonit, ku ishte inkuadruar edhe Mali I Zi, do të thotë 21 qytet ose komunë nga Mali I Zi merr pjesë, edhe gjithë secila nga komuna përfaqëson ka një shtet cili e ka përfaqësimin e vet në Mal të Zi, me këtë radhë ekipi I varzave, grupi I varzave I komunës Ulqinit përfaqëson
Turqin, edhe do t'jetë edhe në bojnat e Turqis me gjuhën turke ishte edhe besoj se edhe koreografia, cilën do të shofim të gjithë atë natë dhe t'jetë në atë ambient. Unë jam shumë e kënaqur se Komuna Ulqinit e ka përkrah nga fillimi propozimin që të marrim pjesë si komunë, se normal aja ka nënkuptu edhe disa sponsorime, angazhime kur ish ky projekt në pyetje, se projekti zhvillohet, përgatitet për projekt, trajnimet edhe finalizimi ish me 29 këtë muaj, ka nënkuptu edhe disa para përgatitje disa lëshmëri, thjesht përkrahjen e komplet projekti, cili e ka kandidu Bashkia Evropiane, por grupet janë ndamuna për në çdo shtet të regionit, të flas për regionin ton ku gjendet Mali i Zi. Nën tjetër, besoj se edhe shteti cilin do të përfaqësojmë do dahet i kënaqur me atë që do të prezentojnë në bazë talentit vetë këndimit ose vallëzimit grupi jonë dhe do të kemi edhe një përkrahje shumë të madhe edhe nga ato, se nuk ka qenë lehtë, unë besoj se varzat vetë janë me disa emocionet koktejzuar. Njëni ishte ta prezentojsh sa më mirë vendin e vetë, që do të thotë Ulqinin, edhe mund të them se grupi jonë edhe ishtë një mënyrë prezenton pasurinë e këtij vend më të madhe, aja ishtë një koktej i multikulturës, multikonfesionit, multietnicitetit, edhe janë vërtet ambasadore të këtij vend në çdo pikpamje. E dyta, normal, masi që thatë ishte një projekt shumë i gjantë, prezentohet shteti ku jetojmë, në përmes normal edhe grupit tonë, edhe të gjithë grupeve tjera, aja që ishte si kulmi ishte të prezentojsh atë që e ke marrë mi vekte, nuk ish letë të prezentojsh diken kush ka plot besimin në grupin tonë, dhe unë në bas kontakteve cilat e kënë pasë edhe grupi jonë, ne si pushtet jemi shumë të kënaqur edhe me interesimin e ambasades turke si prezentuese e shtetit turk në Maltëzi, se janë shumë të interesuar edhe ata do të bëjnë çmosin që sa më mirë të dalim atë natë dhe t'jemi mas unë kam dëshirën t'jemi fitus, ose t'jenë varzat grupi fitus, por në tjetër thojnë ish mirë të mersh pjesë, po kryesorja që koreografia, muzika, çdo gjë që ka ke kostumet edhe gjithë secila gjë t'jetë impresive kur ish grupi jonë pyetje, se Ulqini ish një koksisht edhe një shtet turistik, edhe çdo prezentim i këtij llojit na sjell edhe benefita cilat kam i pas komplet komuna jonë. Atyre është bukur që Ulqini të prezentohet në këtë mënyrë, edhe është shteti që ju ka rënë për hise, le ta themi kështu, është Turqia, një dihet që ka një kulturë shumë të pasur, por ju vetë vajzat si e pranuat edhe çfarë do të thotë për juve kjo garë? Me të thënë drejtën, fillim nuk na pëlqej shumë mënyrat që do të kënonim në gjuhën turke. Kishim dëshirë më shumë gjuhën angleze, por më pas kur dëgjuam këngën edhe filluam të punonin së bashku edhe me instruktorët tonë, filluam të pëlqenim dhe tani besoj që do të dalim mirë dhe jemi kënaqur gjatë tyre provave. Atëherë, Manushaqen që e kemi këtu edhe Lizën janë ato pjesa e këndimit, ndërsa Erina është me pjesën e vallëzimit, gjithashtu edhe me shoqen tjetër, Leudritën, që sonte nuk e kemi. Por Liza, si është të këndosh në gjuhën turke? Fillimisht nuk ka qenë e lehtë, pra, siç tha dhe Manushaqja, por kemi pasur shumë përkushtim pra nga ana e trajnerëve të cilët na kanë ushtruar, dhe mendoj se do dali si duhet. Ndërsa të vallëzosh në ritme të muzikës turke, si është, Rina? Është diçka e bukur, sepse prapë njeriu vallëzon në çdo lloj gjuhe, në çdo lloj muzike,
por diçka që bëm na me këtë muzikë turke është diçka fare ndrysh, edhe besom që kam ju pëlqy. Si ndjeni vetën që jeni pjesë e një kompeticioni kaq të madh? Do të thotë jeni pjesë e gjithë komunave të Malit të Zi, 20, nëse nuk gaboj janë 20, edhe ju të Ulqinit. Si ndjeheshti? Unë ndjem shumë e lumtur që më ka mundësia me marrë pjesë në këtë garë. Jenë njëra ndër të përzgjedhurat, jenë atë teçën kur kemi ardhur ne si televizion për të xhiruar ato, si themi, garën në fillim, audicionet në fillim, ka qenë një numër shumë i madh, edhe tani jeni vetëm ju 8. Çfarë do të thotë Liza për ty? Është një emocion me vete, pra që të përfaqësosh pra qytetin tënd Ulqinin, ndjehemi shumë të lumtur. A ban unë të shtoj diçka? Patjetër. Normal, nëse ka qenë një numër shumë i madh i të gjithë shumë pjesëmarrëseve në audicje që i zhban për zgjedhje, do të thotë se këta vajza duhen të jenë po ashtu shumë krenare dhe të din të respektojnë atë që se veç i ka delegu talenti këtu ku janë. Talentin në këndim, talentin në vallëzim, që do të thotë se ata janë disa veti ose atë që i ka luru njën zoti, nën tjetër edhe profesionizmi i tyre, se unë i kam informatët se varzat kanë pas rast të meren me aktivitet të këtij llojit edhe në organizime tjera, edhe i shumë mirë se Ulqini ka talente, se unë e kam informatën se komuna e Bilopolsk nuk i ka plotësu kushtet në 200 garus kanë pas, edhe asnjënin nga garuset cilët kanë marrë pjesë në audicion, nuk ka qenë aqë kvalitativ që me mujtë me qeni përzgjellun të përfasojnë komunën e vetë, o gjithësisht një shtetë. Dhe me vjen mirë se ky Ulqin dita për ditë dëshmon se ka talente, aja i shumë rëndësi, kajnë motiv të rriton të meren me aktivitetet lira cilat janë jashtë asaj që ishtë obligimi shkollor, familjar, edhe sport, me që do që të meren nasjedhin knasi, se lajnë përshtypje, lajnë janë nërgarus ma lartë të pozicionumun, edhe kja ishte një konfirmim shumë i mirë për qytetin tonë ose komunën tonë. Nën tjetër, Ulqini ishtë një vend ku fliten 2 gjuhë paralelisht, besoj se çdo qytetar gati kësaj komune i din në të njëjtën mënyrë dhe aja nuk ishte kur barierë të mësoj 3-ën, 4-ën gjuhë. Unë veç mund të konfirmoj edhe një gjatë varzat e din, kur kanë qenë kabinetin ke kryetarin, prezencën e ambasadorit turk, ata e kanë prezentu shkurtimisht kangen edhe atë që ka dojnë të pregadisin deri në fond në mënyrë shumë kvalitative, edhe une cila se di gjuhën, i kam nin nga ata që kanë qenë, që e din se shqiptimi gjuhën turke edhe në atë kohë, kja ka 2-3 javë gati, ka qenë shumë i mirë, që do të thotë kjo është edhe një talent se mund të adaptoheni, mund të aplitni çdo gjuhë në botë, se jemi në fundit edhe veni cili e ka vendi ose komuna cilja e ka trashëgu. Unë në fillim me Dafina nuk e thash, unë e kam për obligim si përfaqësuese e komunës Ulqinit, cila e përcjell në këtë ngjarje o cila se është besu të marrë pak ma shumë pjesë në këtë ngjarje, lavdata edhe për shtëpinë ku jemi, për TVTU-ta, faktikisht pa marrë parasysh se sponsor mediatik kryesor Maltëzina e dim që ishtë televizori shtetëror, televizori Malizi, ju po përpiqeni çdo hap këtij grupit tonë ta përcjellni edhe sonte ku kemi rastin të shpalosim atë që mendojmë edhe një mënyrë ta promovojmë vetë veten edhe të nxisim qytetarët të marrin pjesë atë natë në vota, në përkrahje, ishte shumë e rëndësishme dhe ju faktikisht jeni sponsori jon mediatik komunal edhe një falimnderim nga ana ime
nga zemra. Është një kënaqësi sepse ne nëse nuk promovojmë këto talentat tanë, atëherë çfarë duhet bëjmë tjetër? Është një kënaqësi shumë e madhe, ne gjithmonë provojmë dhe bëjmë atë më të mirën që t'jemi hap pas hapi me të gjithë talentet. Përmendëm mënyrën e votimit. Cila është ajo? Mënyra votimit. Ta përmendim tani edhe e rikujtojmë gjatë kohës, sepse është e rëndësishme. Pse thash se na faktikisht një anë njoftojmë Ulqinin, njoftojmë të gjithë ata cilët brenda Malizi, cilë ka me pas mundësi të votojnë grupin tonë, se fatkesisht jashtë Malizis mund të sillen mesazhet. Mesazhet kanë vetë votimi ka qenë juria profesionale, përfaqësuesi antari jon i jurisë profesionale, cili do t'jetë atjesht profesor Jusuf Lika, drejtori shkollës muzikës. Besoj se sa është nevoja ta elaboroj ma shumë personalitetin e ti, edhe më duket që ish ba një përzgjedhje e mirë, se ish mirë të jetë dikush që e njeh edhe muziken, organizimet, këndimin, vallëzimin, të gjitha këta që janë në pyetjet të vlerësohen, po në tjetër edhe ish një personalitet cili ka ba emën në Maltëzi, edhe më duket se atë pjesë e kemi kry do të me sukses. 50% nga votat shkojnë gatish e ngjajtë se i në Eurosong. 50% votave grupeve ju jep juria profesionale. 50% kanë me qenë nga mesazhet. Edhe një porosi për të gjithë. Nëse janë 50% nga mesazhet, atjerë vlerësoni, votoni barzat tona, komunën tonë, normal nëpërmes saj edhe shteti cili na ka besu ta përfaqësoj. Ka një numër të Numri jon ish numri 12, 12, edhe ish ndoshta një simbolik se diçka ish një numër i plot, një numër që i janë 12 muaj, ma se na partive kur dalim garat tona, gjithmonë i gjejmë da simbolika cilat na lidhen për numër cilin e kemi fitu, edhe ish dikajt në mes. Që do të thot, varzat ka i në kohë me patjera, kenë pak mu hjek nga ja stresi e cili normal eksiston, se nuk ish let javesh të prezentohesh aty ku kanë me qenë zoti disa njerëz, po një kohësisht të gjitha ato janë vedishme se i përcjell javeç Malizi, po satë në përmes mjetëve teknikes mu përcillen edhe jashtë Malizi, në region, në Evropën, kudo që i ka me qenë dikush i interesumun të përcjellën ngjarjen. Unë edhe njëherë shpresoj se s'kan me mungu. Edhe një elementi shumë i rëndësishëm, nuk kupton se një numër telefonit njëherë mund të çojnë mesazh, po nga një numër mundet të çohen edhe mesazhe sa ta ketë kush dëshiren, aty ku fizim s'ka. Tash telefonat në të gjithë me telefona me datën 29 prill, duhet të cekim që është me datën 29 prill në televizionin shtetëror të Malit të Zi. Se ishte me rëndësinë atash ndoshta si shmirë kemi da iluzione, pa kur t'ysh me garu, normale ke pikë synimin atje ku ishte manet ekipi fitus ose komuna fituse, do t'jetë edhe komuna si komun, 50% nga SMS-at cilat do të rgohen atë natë, ishkan komunës fituse. Unë e kam pas me një gjithë propozimin, i kam thanë kryetarit nëse bëhemi komuna fituse, një koncert malor të bajmë për të gjithë të trite komunës Ulqinit, edhe ata që kanë qef me ardhë. Benefiti i dytë ishte shteti cili ish fitus, shteti komuna cila do të fitojnë, aja ka me qenë mikprice me sat një vjetë kur të mahet ngjarja e rallës, çka kishte me qenë për Ulqin një reklam
fantastike, se 21-22 komuna zisa kanë me qenë sat një vjetë, dhe më thanë, tanë përcillet me vëmendje, përcillet në region, edhe zdeshte në duhet të prenojmë se ja kishte me qenë një reklam për turizmin e Ulqinit, për vendin tonë, cili ka me shpalosë vlerat e veta, kishte me qenë shumë e mirë. Që do të thotë, tash edhe benefita ka shumë, mandej, normal edhe nga shteti cili në përfasojnë, me siguri do të sillet dhe një për një këtë grupin e famshëm dhe një benefit, por si da që qoftë në duhet spari të besojnë në këto, edhe në atë potencial edhe në seriozitet për kushtim, se nuk ish lehtë ata vetësh për të tregojnë se kanë pas edhe obligime shumë kur ish kjo gjallin pyetje. Atyr, i bie që nëse grupi joni Ulqinit fiton, të 8 vajza do të shkojnë në Turqi, i bie ashtu, ku e merr? Unë ju uroj shumë këtë gjë. Por më qenë se jemi te kjo pjesë, ju e përmendët që tek ne në vizitë ishte edhe ambasadori turk Serhat Galip. Ne kemi një fjalë të zotri Galip këtu për të dhënë tani. Është ajo fjala e tij sa më pozitive në këtë takim që u zhvillua në kabinetin e kryetarit të komunës së Ulqinit. Është mirë që të shkëputemi pak të ndjekim atë se sa është ai krenar dhe i kënaqur që vajzat e Ulqinit të përfaqësojnë në këtë garë. Ndjekim dhe kthehemi në studio. Në manifestimin Malizi në ritmet e Evropës, në të cilin marrin pjesë 21 komuna të vendit, një nga pjesëmarrëset do të jetë edhe komuna Ulqinit, e cila do të përfaqësohet nga 8 nxënës të talentuar të shkollave fillore dhe të mesme. Ato u pritën në kabinetin e kryetarit të komunës Nazif Cungu, ku përveç zyrtarëve lokal ishte prezent dhe ambasadori i Turqisë në Maltëzi, Serhat Galip, me bashkëpunëtorët e tij. Nxënësit me këtë rast kishin përgatitur edhe një dhuratë simbolike për ambasadorin turk, i cili po ashtu nga ana e tij shpërndau dhurata për nxënësit pjesëmarrës. Ambasadori Galip shprehu kënaqësinë që këta nxënës të talentuar do të paraqiten në manifestimin me një këngë turke, duke ndikuar në këtë mënyrë në afrimin ndërkulturor në mes e vendeve. Kryetari i komunës Nazif Cungu tha se pa marrë parasysh rezultatin që do të arrijë në finale, këto talent gjithmonë do të kenë përkrahjen e pushtetit lokal. Këto janë përgatitjet përfundimtare për manifestimin në ritëm të Europës, ku 29 prill do të jetë finalja, e cila mbahet në Podgoricë, marrin pjesë 21 komunë dhe ne jemi shumë të kënaqur që fëmijëve tonë nga Ulqini i ka tekuar gjuha turke, ku do të marrin pjesë pra me këndën e tyre dhe unë mendoj pasi që na kanë prezantuar një pjesë të kësaj kënga, këto do të jenë të parët. Edhe në qoftë se nuk do të fitojnë vendin e parë, këto janë të parët për ne gjithmonë dhe gjithmonë do të kenë përkrahjen tonë. Ky manifestim organizohet në kuadër të kartës evropiane për pjesëmarrjen e të rinjve në jetën e komunitetit lokal dhe rajonal, edhe si qëllim ka promovimin e talenteve, kulturave të ndryshme, tolerancës dhe barazisë. Turska! Ndoqët kështu edhe fjalën e ambasadorit turk, zotri Serhat Galip, ku shpreh kënaqësinë e tij edhe është i kënaqur edhe pret pse jo vlerësime shumë pozitive nga vajzat, ku pret një mbështetje shumë të madhe nga i gjithë komuniteti që jeton në komunën e Ulqinit. Atëherë, numri i vajzave për të votuar është 12, ndërsa numri i telefonit ku duhet të dërgohet ky mesazh është numri 14941. Kam një pyetje tani për vajzat, duam të dim se me cilën këngë do të prezantoheni? Ne do të prezantojmë këngën e një këngëtare turke, Emel Sayın, e cila është një këngëtare që shquhet në Turqi me këngën Mavi Bonçuk. Është një këngë, besoj... Çfarë do të thotë? E keni marrë edhe këtë domethënie? Ka të bëjë me syrin e kaltër, si ajo e kërkon syrin e kaltër dhe nuk mund ta gjejë dhe kërkon. Dhe është një këngë që njihet prej shumë, normalisht në Turqi, por gjithashtu edhe prindrit tanë e njohin, sepse është një këngë e vjetër. Do të thotë përzgjedhja gjithashtu vjen nga ekipi organizues, apo jo Liza? Sa ishte vështirë, me qenë se ju keni pjesën e këndimit, sa ishte vështirë kjo shqiptimi i fjalëve turqisht në cilin tekstit? Ne jemi mësuar pra më tepër që të këndojmë në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze.
Kjo ka qenë pak si një sfidë për ne, por jemi munduar që të përputhemi pra dhe të bëjmë. Ta mësoni atë më së miri. Rina, je valltare në këtë grup. Sa ishte vështirë mësimi i koreografisë? Dim që keni pasur edhe koreograf gjithashtu nga pjesa organizative, që është Nikola Rakočević, është ai që edhe ne pas pak do ta sjellim një deklaratë të tij. Por sa ishte vështirë të mësohet kjo koreografi? E vështirë për mua nuk ishte, sepse unë merrem që është vogël me me vallëzim, edhe me ndihmën e koreografes Tamara Pejović, e cila na ka ushtru për mi bë këtë këngë. Ja kemi arritur edhe kur gjë s'ka qenë zorë. Do thotë u mësuan edhe hapat. Pa. Po të pëlqen edhe kjo pjesë? Po, normal. Normale që po. Ndërsa edhe koreografia bazohet në traditat e kulturës turke, por me qenë se është një kulturë që ne e kemi sjell pak të më shumti edhe në ato me serialet, kemi filluar ta mësojmë, por sa ishte vështirë, sa kohë është dashur përgatitje? Me qenë se po afrohen ditja dhe themi 10 ditë ka mbetur deri më 29. Ne kryesisht kemi filluar provat nga fundi janarit, kemi pasur për çdo javë nga një orë provë, dhe në fillim ne jemi munduar bashkë me koreografen që ta modernizojmë pak nga tradicionalja e kërcimit apo vallëzimit turk, dhe nuk ka qenë edhe aq vështirë, besoj. Liza, për ty? Ishte Po, vështirë? njësoj, s'është se ka qenë shumë e vështirë, por... Ndërsa eksperiencat e mëparshme u shpreh që ju kanë ndihmuar, apo jo? Po. Mirë, më qënë se jemi tek pjesa koreografisë, Rina përmendi edhe një emër tjetër, mirë po ne kemi këtu një deklarat zotri Nikola Rakočević, i cili ishte gjithashtu koreografi juaj, apo jo? Edhe ai në pjesën e provave, kur ne ishim si televizion për të xhiruar, na dha një fjalë tjetër. Domethënë, kryesori, ai ishte kryesori i grupit Matrix, kurse ai e ka udhëzu këtë Tamara Pejović, e cila na ka ardhur dhe na ka Ju ka ushtruar më së miri. Aja ishte për krejt komunat bregdetare të Turqinit, a ishte shto? Pa, për ta komunat bregdetare. Pa. Edhe të përmenim edhe një emën, edhe për sri, duhet sot me qenë shumë me sonte të livdoj Ulqinin, kreatorja e kostimeve, ishte Edita Limanbegu, cila ka ba emën në të push, dhe jemi mundu që kështo në çdo gjatë të jemi me disa, si thojnë, emna aja që ka knash normalisht, se besoj se dhe kostumet do dalojnë edhe do të napën çdo gjatë nga profesionalizmi vetë, cilin e ka dëshmu që i kostumet e varzëve t'jenë diçka mrekullueshëm. Do të shkojmë tani tek pjesa ku flet edhe vetë koreografi Nikola Rakočević, më pas do të kthehemi në studio për të folur edhe për sponsorët e tjerë të cilat janë marrë me organizimin edhe me gjitha këto përkrahje që po japin 8 vajzave. Kako teku pripreme za takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope? Pa evo, ja bih najprije pozdravio gledalce vaše televizije i na vaše konkretno pitanje kazao da smo generalno vrlo zadovoljni sa onim što je do sada urađeno. Projekat je u nekom praktičnom smislu zaživio početkom januara mjeseca, inače ovaj projekat Crna Gora u ritmu Evrope već 9 godina se sprovodi u našem okruženju. Ove godine evo ga i u Crnoj Gori. Nadam se da će zaživjeti na kvalitetan način, da će to biti svakako uzlazna stepenica kad je u pitanju mladi i eksponiranje njihovog talenta. Ovo je recimo konkretno danas, evo od Ulcinja pa danas do Herceg Novog odradit ćemo i ove probe, ostalo nam još neki 15 dana, sve koreografije su završene. Koreografije je radila sa njima Tamara Pejović iz plesnog kluba Matrix, a što se tiče vokalnog dijela Tamara Perazić. Očekujem da će djeca pokazati svoj maksimum. Koncert i generalno takmičenje bit će 29. u 7 sati u kompleksu Verde u Podgorici. Oni će naravno imati svoje navijače, te pozivam ovom prilikom sve mlade koji su zainteresovane, vole ples i muziku i neko lijepo druženje, naravno da dođu i naravno oni koji ne budu tu da glasaju putem SMS.
Ndoqëm kështu edhe fjalën e koreografit Nikola Rakočević, ndërsa tani ne vazhdojmë në studio, përmendëm para kësaj shkëputje dhe disa sponsorë, është mirë që t'i përmendim edhe një herë, sepse përmendëm zonjën Edita Nimanbegu, e cila është kreatore dhe ajo që realizon këtë pjesën e kostumeve. Me çfarë do të paraqiteni? Kemi fustane, shorca, çfarë? Është një kombinim. A do në mi shpalos, a do në mi befasu? Do të lejmë sekret. Do ta lëm sekret, mami. Okej, presim se çfarë do të shohim me 29. Gjithashtu Imagjinoni. Turket bukura, ulqinaket kthyer në turket bukura. Gjithashtu vlen të përmendet që sponsor është edhe Foto Rozafa, njëri ndër ato që kanë ndihmuar. Organizata turistike Ulqinit dhe komuna patjetër. Ulqinit, ata janë si dhe Shtyp Shkronja Barlović. Do thotë janë ato të cilët kanë dhënë edhe një shtysë edhe një përkrahje. Që unë kam edhe një propozim, pa marrë parasysh se më duket i kanë ba varzë dhe aranjmane në të, si thojnë, në rezhinë e vetë, por nëse ka dishirë dikosh, atë natë, atë ditë, ja kushtojnë varzëve tonë, grupit tonë, zbukurime, pa marrë parasysh që janë treja, por Shkodranë kanë thanë vesha kopilesha, dhe s'ka kur gja problematike, munën me na mu marrë me regullimin ose me një përkrahje, me nda iniciativa, normal, atja ishte dhe reklam për çdo studio cili merret me këtë lloj veprimtarie. Normal, sponsorimi kryesor do t'jetë. Kërkojmë kur gjatë tjetër, kërkojmë SMS-a, telefonat të ndorë, masjullimen, mesazhet dhe ka kjo është ajo çfarë kërkohet, që të votohet numri 12 në numrin 14941. Tanë për krahas, jave qytetarët e Komunës Ulqinit, dojmë t'i kemi për krahas ekipit varzëve tona. Duam edhe do t'jenë, sepse besoj shumë që edhe nga ajo çfarë kemi parë në prova, ne tani duhet mbesim pak ato sekretet, sepse ajo është e bukura që më 29 të shohim atë finalen, por ajo çfarë është parë edhe në prova është në vërtet diçka e bukur. Meqenëse se jeni një grup prej 8 vajzave, si keni funksionuar? Liza? Po, jemi munduar që të marrim pjesë, që të mos mungojnë në prova, të marrim mësimet e duhura, të dëgjojmë instruktorët tanë, dhe sigurisht me përkrahjen tema së shumë të madhe të prindërve, pa të cilët ne nuk do të ishim këtu ku jemi, besoj që kemi mbritur që të... Vlen të përmendet edhe kjo pjesa e prindërve. Ne edhe para se hymë në këtë xhirim, dije që ato gjithmonë janë të mbrapa për ju, për të kujdesur, ndonjë pyetje, ndonjë gjë. Por ja që vajzat janë shumë të mira dhe edhe prindrit duhet jenë shumë krenar. Rina, nga kjo pjesa e koreografisë, je vetëm ti me Leudritën që kërceni, apo sa veta këndoni dhe sa kërceni? Këndojnë 4 veta dhe do thotë janë gjysmë të ndara. Keni funksionuar mirë në këtë? Po. Mësimin e hapave? Po, shumë mirë. Cila është më mirë? Apo Rina, patjetër. Jo, janë të gjitha sepse është një funksionim i grupit. Është grup. Manusha, si e ndjerti me funksionimin e grupit? Kjo ofertë na ka shumë mirë, sepse kena pas edhe mu shoqënu me njëra tjetrën. Provat kanë shku mirë, jena mundu dhe shpresoj që do të dalë mirë. E dini se kush do t'jetë më në këtë garë, apo keni arritur që të njoftoheni me disa nga pjesëmarrësit pak a shumë? Jemi njoftuar me vajzat e komunës të Gusinjes, janë 2 vajza shqiptare. Ato do të përfaqësojnë Kroacinë, për vende tjera nuk kemi shumë informacione. Mirë, meqenëse jemi të kjo pjesë, ne tani jemi këtu së bashkut, por është edhe kolegja Stanka Vukčević, ajo që do të sjellë për shikuesit e televizionit të UTA në këtë emision të flasim që po i kushtohet këtij projekti Malizi në ritmin e Evropës. Ajo është në një kënd, disa xhirime janë bërë edhe më para, është një kënd nga studio e flasim, ku vjen tani më përshtypjet e vajzave që flasin në gjuhën malazeze. Bëjmë tani një shkëputje, atje është Stanka, e cila sjell tek ju shikues të dashur dhe përshtypjet e pjesës tjetër të grupit.
Evo, dragi gledalci, kao što ste imali priliku da čujete, pored djevojčica koje su kod moje koleginice Dafine Teljići, sa mnom su i drugi dio ekipe koje čine ostalih 4 devojaka, od kojih 2 pjevaju, a 2 plešu. Možeš i ti da nam se predstaviš, kako se zoveš, koliko imaš godina, u koju školu ideš? Ja sam Sandra, prezivam se Marniković, idem u školu Maršal Tito, 5. sam razred. Koliko imaš godina? 11. Šta za tebe ovako znači ovo takmičenje? Za mene ovo takmičenje znači jedno novo iskustvo i ja sam mnogo srećna što sam prošla na audiciji i što sam pokazala svoj talenat i da ću sve od sebe da budem dobra na takmičenju. To sigurno vjerujem da ćeš biti dobra zajedno sa tvojim drugaricama. Kako su vas odabrali za ovo takmičenje? Je li bila neka audicija ili šta? Da, bila je audicija u Dom kulture. Tu je bilo mnogo djece i svi su bili talentovani i ja sam srećna što sam prošla. To je bilo početkom decembra, ali tako? Da, početkom decembra. I kako je bilo na audiciji? Odlično. Je li bilo onako napeto, je li bilo gledanja ko će bolje da igra, da pleše, da pjeva? Pa nije bilo treme, ja se bavim 2 godine. Čime se baviš? Plesom, ali tako? Plesom, da. Je li ideš u neku plesnu školu? Idem u plesnu školu Porta di Danza, instruktor mi je Musa Hodža. Reci mi, kako misliš da će se tvoja grupa, znači ti sa tvojim drugaricama, kako misliš da ćete se predstaviti? Pa mislim da ćemo biti odlične, da ćemo svoj maksimum i lijepo ćemo se provesti. Ima mnogo konkurencije. Da. Reci mi, šta misliš da li ćete vi možda biti bolje nego druge? Pa nadam se. Po čemu? Po pjevanju ili po plesu? Šta misliš? Je li onako zahtjevna koreografija? Ne. Nije, jel? Lako je. To je tako neki orijentalni ples, jel tako? Kao tako, da. Jesi li imala prilike možda da se baviš orijentalnim plesom? Ne. U toj školi u kojoj ideš? Nisi, jel? Dobro, reci mi, kakav je osjećaj kad baš, na primjer, tebe odaberu pored nekih drugih? Rekla si mi da je na audiciji bilo dosta drugih djevojčica koje su došle iz škole, ali ne iz muzičke, jel tako? Znači, bile su osnovne škole i gimnazija je bila u Opticaju. Da, bila je. Pa ja... Kako je li osjećaj bio ovako? Pa bilo je malo, imala sam malo treme, ali ipak sam dala svoj maksimum. Kad si došla kući, jesi li rekla, evo mene su izabrali sigurno? Da. A društvo? Bila sam presretna. Društvo me podržalo i rekli su da će da dođu da navijaju za mene. Vas je posjetio i ambasador Turske, šta vam je on rekao? Pa dao nam je poklone. Rekao je da je srećan što ćemo mi da predstavljamo Tursku i rekao je da će da nas podrži i da damo sve od sebe da pobjedimo. Bravo, i ja se nadam da ćete biti tako. Sada ćemo čuti i tvoju, da kažemo, koleginicu u plesu također, da vidimo o kome se radi. Možeš ti da nam se predstaviš koliko imaš godina, u koju školu ideš? Ja sam Tamara Živković, imam 11 godina, idem u školu Boško Strugar i također idem i u muzičku školu. Bravo, a kako usklađuješ tako da ideš i u redovnu školu i u muzičku i da ideš na probe? Pa nije mi teško, zato što ja volim muziku, ja se već tim bavim 6 godina. Toliko, znači? Da. I probe također mi nisu toliko teške. I zato što su mi tamo drugari, družimo se i sve, tako mi je lakše da usklađujem. Ti i Sandra ste otprilike isto godište, tako da ja vjerujem da vam je onako i zanimljivo, pošto su druge, vi ste u stvari najmlađe članice vaše grupe, je li tako? Jeste, tako. Je li onako bilo malo ispočetka kako ću ja sa ovim djevojčicama što su starije? Pa jeste, plašila sam se da se ja i onda nećemo toliko isticati kao i one. Ali kad sam vidjela da ćemo sve biti jednake, da će svaka imati neki svoj dio da iskažu ono što imaju, bilo mi je lakše. Reci mi, ko je zadužen za koreografiju? Za koreografiju je zadužena Tamara Pejović, a za pjevanje Renata Perezić. I pošto ti i pjevaš i plešeš, je li ti teško da sve uskladiš?
Pa na početku mi je bilo malo teško, ali navikla sam se. Pjesma i nije toliko teška, a i onda koreografija je išla tako malo lakše. Pošto je turska pjesma, tačnije na turskom jeziku, kako se zove pjesma? Pjesma se zove Mavi Bonđuk, veoma je ritmična, zabavna i sviđa mi se. Da li znaš što znači u prevodu ta pjesma? Da, Plavo oko. Ja, plavo oko, taman kao i tvoje plave, predivne okice. Reci mi, kako je to vrsta plesa? Je li to neki moderni ili orijentalni, pošto onako iz Turske? Pa tu je, ja mislim, mješavina, zato što to je prerada jedne stare narodne turske pjesme i takva nam je i koreografija. Super. I vi ćete iz tu koreografiju imati i prigodne kostime. Ko ih šije, znaš li možda? Edita Ninambegu, poznata kreatorka. Niste možda imali neke prilike da vidite kako će izgledati? Pa s njom stalno smo imali neke sastanke. Pa sve je na skicu, ali kako će sad to uživo izgledati na nama. Sigurno će biti lijepo, onako scenski pravo, je li tako? Nadam se. Reci mi, jesi li onako uzbuđena pred odlazak na takmičenje? Naravno, jedva čekam da izađem na scenu pred tolikom publikom, žirijem. Šta misliš ti ovako, imate li šanse za pobjedu? Naravno, zato što mi smo jako također dobre drugarice, tako da koreografija, pjevanje, sve nam je usklađeno jer se zabavljamo sve dok to radimo. Hoće li biti podrške i pored malih ekrana? Pa moja škola, direktor moje škole, svi učenici koji doći će da me podrže sa nastavnicima i željela bih da im se zahvalim što će mi biti podrška na takmičenju. Tamara, hvala ti puno. A mi nastavljamo dalje, Dafina. Ja ku kthehemi edhe një herë këtu në studio ku jemi me vajzat përfaqësuese të projektit Malizi në ritmin e Evropës. Atje edhe një herë për ju ishte Stanka me pjesën tjetër të grupit. Mirë, ne folëm për këtë mënyrën e sponsorimit edhe për të bukurën, por duhet zbuloj diçka, sepse ju të gjitha nuk doni t'i zbuloni, por ne dim që Rina, nëna e Rinës saktësisht, është duke u marrë me këtë pjesën e make-upit. Doja ta lejë në hije, ja që e zbolua. Duhet ta falenderojmë patjetër, sepse do t'jetë një punë e madhe. Jeni 8 vajza. Si mendon? Është e kënaqur ajo me këtë punë edhe me këtë që do të marrë përsipër rregullimin e juaj? Po, normal, që është e kënaqur. Mirë, vetëm nënës Rinës i themi që t'i bëj të gjitha të bukura, jo vetëm Rinën, për te shakave. Mirë, tha që keni arritur vetëm me një grup të bini në kontakte. E dini se cila është kënga atyra, po keni mësuar pak nga koreografia? Ju ka hyrë kjo frika e garës? Si më ndoni? As për këngë nuk kemi të informuar, vetëm dim se do të përfaqësojnë Kroacinë me një këngëtar kroat, por nuk kemi më shumë të informuara. Jeni të përgatitura për të qenë fituese, apo thjesht kjo entuziazmi që jeni pjesëmarrëse ju mban ai entuziazëm? Apo do të luftoni për të fituar? Jemi munduar shumë dhe besoj që të mos them në vend të parë, por të gjithë pretendojmë kur shkojmë në një garë që të jemi fitues dhe besoj se do të arrijmë në të pikë. Rina, cila është ai mesazhi yt që të gjithë duhet të votojnë në datën 29 numrin 12? Pse duhet të dërgojnë mesazhe për grupin e juaj posaçërisht? Ne veç jemi fitues, sepse më përpara dhe jemi marrë me vazhdim me këndim që në moshën e vogël, dhe besoj që ne do të fitojmë. Ju uroj shumë. Manushaqe, cili është një mesazh joti? Shpresoj që të gjykojnë drejt dhe të votojnë për më të mirët, por e rëndësishme është pjesëmarrja normalisht, po edhe vendi parë do të kishte qenë mirë, sepse kemi punuar, jemi përkushtuar shumë për këtë garë dhe kemi dhënë gjithçka dhe shpresoj që edhe atje do të dalim mirë dhe publiku do ta pëlqejë. Mirë, para se të shkëputemi edhe para se të përfundojmë këtë emision për sonte, unë kam edhe nga një pyetje. Më qenë se ju të trijat, i këtu që jeni sonte me mua,
nuk merreni me muzikë vetëm tani, janë në këtë garë, ose me vallëzimin, por e mendoni si një pjesë t'juajën, Rina për shembull e mendon si një karrierë tëndën që të bëhesh një vallëtare në të ardhmen? Ndoshta nuk kam vendosur hala. Cila është një preferencë tjetër? Me çfarë mendon që do të merresh, nëse jo me këtë pjesën e vallëzimit, apo është akoma herët? Akoma herët. Është akoma herët. Liza, kemi parë edhe videoklipet tuaja, kemi parë pjesëmarrje në festivale të ndryshme. Do të vazhdosh në këtë rrugë? Besoj se kënga do të jetë hobi për arsye se shkolla është më e rëndësishme, kryerja e shkollës, por kaq, unë shpresoj që gjithmonë këtë zërin e bukur të ndin ta kemi. Manusha, që për ty? Edhe për mua muzika do të vazhdoj që të jetë, domethënë, pjesë e jetës sime, por nuk e di për më gjatë sepse edhe shkolla normalisht, si tha edhe Liza, është e rëndësishme dhe në qoftë se je i përkushtuar, atëherë është mirë që të dyja t'i kesh për krah, dhe muzikën edhe shkollën. Mirë, do të shkojmë edhe një herë tek Stanka me vajzat e tjera të cilat janë në gjuhën malazeze për të marrur edhe nga ato mesazhe, në më pas dua ta mbyll këtë emision me fjalën e nënkryetares së komunës së Ulqinit, zonjën Hatixha Gjoni. Shkojmë edhe një herë tek kolegja Stanka, më pas kthehemi tu. Nastavljamo dalje sa upoznavanjem ostalih članica naše grupe koja će nas predstavljati u Podgorici. Sada ćemo preći na nešto stariji dio ove ekipe. Možeš da nam se predstaviš ti? Koliko imaš godina? Ja sam Anastasija Glavičić, imam 16 godina. Inače sam iz Bara, ali pohađam srednju turističku školu u Ulcinju. I veoma mi je drago što ću predstavljati Tursku na ovom takmičenju i nadam se da će to za mene biti jedno od najboljih iskustava u životu. A pošto si mi sama rekla da si iz Bara, zašto si se odlučila da baš predstavljaš Ulcinj? Pa, pošto je takmičenje vezano za grad u kojem pohađamo srednju školu i onda sam odlučila tako i mislila sam da može i za Bar da nastupam, da se prijavim za Bar, ali pošto nisam mogla, odlučila sam za Ulcinj. Međutim, ja o tom takmičenju nisam bila upućena, međutim, moja drugarica se bila prijavila za pjevanje. I ja sam pitala profesora muzičkog iz srednje škole može li ples, on je rekao da može i pošle smo na tu audiciju i ja sam prošla, ali ona nije jer ona je bila bolesna i onda nije prošla, ali ja jesam i drago mi je. Jako si srećna, naravno, zato što ste te izabrali pored mnogih drugih djevojaka koje su bile na audiciji. Od kad ste počele da se pripremate? Pa audicija je počela početkom decembra, ali smo sa pripremama krenuli krajem januara pa sve do sad. Koliko redovno imate probe? Pa svake subote se dešavaju su probe, ujutru imamo čas i sad ćemo malo više pred takmičenjem, imamo još 2 nedelje do takmičenja i sad malo više radimo na tome da pročistimo koreografiju i pjevanje i da to bude najbolje. Onako kako treba, tako. Rekli ste mi da održavate probe u sali Boško Strugar, osnovne škole. Ko vam je još pružio podršku od, ajde da kažemo, od zvaničnika, pored ambasadora Turske koji vas je posjetio i donio poklone, ali tako? Jeste. Osim ambasadora tu učestvovali su i opština Ulcinj i turistička agencija koje su nam finansijski također isto pomogli. I mi smo im zahvalni jer na taj način smo uspjeli da se reklamiramo. Da, naš grad. Da, naš grad da reklamiramo i mi samim tim da steknemo tu neku popularnost. Jeste li popularni u školi? Pa na neki način, mislim nije to, mi obavještavamo svaki redovno kad će biti takmičenje, da oni ne zaborave i
nadam se da će nas cijeniti i pamtiti po tome ako ne po čemu drugom. Jel se svidjela pjesma Ambasadoru Turske? Šta je rekao? Jeste, također on htio da i pjevačice nešto otpjevaju pred njim. Otpjevale su i stvarno mu se svidjela pjesma i htjeli su, rekao je svidjelo mu se i da je uz nas 80 miliona Turske i nada se da će i oni da nas podrže i da će da nas gledaju i bodre na tom takmičenju. Baš mi je drago, Anastasija, što sam imala priliku i da razgovaram sa tobom, a sada ćemo preći i na još jednu djevojku koja je zajedno sa tobom u grupi. Možeš ti da nam se predstaviš, još ti si ovako ostala od ove drugog dijela ekipe. Moje ime je Irina Čobić, imam 18 godina, srednja škola Bratstvo jedinstvo, 4. godina. Da li se baviš plesom ili pjevanjem? Da, pjevam. Mislim, ništa profesionalno, ali uglavnom tako kad su neki festivali, manifestacije i slično, onda dobijam pozive, učestvujem, da. Ja vjerujem, onako vidi se da radiš i da voliš to što radiš. Naravno. Rekla bih, od kad se baviš pjevanjem? Pa, prošle godine sam počela baš malo više da učestvujem. Samim učešćem na Starfest, znači tada je sve počelo i tada sam počela da dobijam pozive za te festivale. Znači, nekome si se dopala, je li tako? Pa da, osvojila sam 2. mjesto i mada prije toga sam pjevala, ali ništa sad nešto wow, ozbiljno, mada mogu reći da se prošle godine počela. Onako, znači sa zamahom. Da. Kako ti se muzika za pjevanje sviđa? Pa zabavnjaci, najviše zabavnjaci, strane, to me baš privlači, mada slušam sve. Nije da sad nešto imam neke odabire, da. Što bi rekli, voliš sve što vole mladi? Volim sve što vole mladi. Reci mi, kako se ti pripremaš za ovo takmičenje? Je li ti potrebna onako više fizička sprema ili psihički? Pa ne, sve ide opušteno. Znači, imamo dobru koreografiju, znači dobru profesorku pjevanja i sa njima sve ide mnogo lakše. Pa jeste, to je naravno i bitno kad ima ko da radi sa vama. Kako funkcionišete kao ekipa? Ti i Anastasija ste onako malo starije u odnosu na Sandru i na Tamaru? Pa ne, nema to nikakve veze, baš sarađujemo kao pravi tim. Znači, uopšte ne gledamo ja sam mlađa, ja sam starija, nego svi smo isti, znači naš tim. Mi se borimo za jedno i to je to. Znači, uopšte nema neke razlike, nešto, nekih odvajanja. Na sam dan, znači, glasanja, u stvari, kada će to biti, prvo da te pitam? 29. aprila u Podgorici Verde kompleks u 5 sati. Reci mi, pored glasanja SMS-om, da li će biti neki glasovi žirija? Da. Znači, princip, po Euroviziji, svaka opština će da daje određene poene svakoj opštini koja učestvuje na tom takmičenju. I to iznosi 50% glasova, dok ostalih 50% je glas publike, glas glasanja. Imate li šanse za pobjedu, što kažeš? Pa mi se trudimo. Ja vjerujem da imamo, s obzirom da je rečeno da smo donekle i najspremnija ekipa, a i mi se i osjećamo spremnim i vjerujem da će to biti super. Ko može da dođe da vas podrži? Može da dođe neko ko hoće? Da, naravno, svi mogu. S obzirom da opština organizuje 2 autobusa podrške koje smo mi stavili na listi, ali naravno mogu svi da dođu svojim sopstvenim prevozom ili... Koji žele da vas podrže, ovim putem možemo i da pozovemo sve i da glasaju za vas i da vas podrže. Da, znači porukom sadržine pjesma 12 na broj 14941. Hvala tebi, Irina, na ovom baš lijepom razgovoru i nadam se da su se konačno naši gledaoci lijepo upoznali sa svim članovima grupe koja će nas predstavljati 29. aprila. Od 17 časova moći ćete da pratite i našu grupu na takmičenju Crna Gora u ritmu Evrope. Dafina!
Ja ku kthehemi edhe një herë në studio, këtu tani në përmbyllje të këtij emisioni, dua të falenderoj përzemërsisht kolegen Stanka Vukçević, e cila realizoi këtë pjesën tjetër të emisionit. Edhe të gjitha vajzave ju uroj shumë suksese, por dëshiroj shumë tani me këtë frymën pozitive si e filluat emisionin edhe ta mbyllim. Cila është kërkesa jote edhe një herë t'i kujtojmë publikut? Kërkesa normal, janë shumë kërkesat reale. Pse reale? Se në ta në dim se komuna Ulqinit nuk ish me voglën, ma lëzi pa ndër komuna me populat, ma pak ish. Mas ta baj paralelen me komunën e Podgoricës, Nikšićit, Bjelopolis, e që ditë komuna tjera. Që do të thotë, nëse ne nuk i përkrahim me SMS-a, nuk baj me qmosin për me fitu atë 50% cili nuk mbaret nga juria profesionale, po mbaret nga qytetarët, zorisht të presim realisht një sukses. Besoj se javlen disa SMS-et qohen nga një numër telefonit, sepse një vlerësoni grupin ton, vlerësoni munin e dikuj, vlerësoni entuziazmin e varzave, vlerësoni komunën e vetë, shtetin, po edhe shtetin cili na përkrah. Ne shofim se lirshmerit janë loj-lojshme. Turqia ishtë prezente në Malzi me shumë projekte, që do të thot, aja do t'je, do të përkrahë dhe kja ka një reciprocitet. Nëse varzët kanë mujtë me da tanë këtë kohë, nëse prind të tyne kanë mujtë mi përcjell në gjdo hap, mu përshkushtu këti aktivitet, besoj gjdo qytetar i kësaj komune, gjdo njeri që je danë komunen, që je danë një këtë vend, do të përkrahin grupin tonë, se veç ashtu mundena realisht të presim edhe fitore. Kja nuk ishtë, tanë pa janë i sej. Kësaj herë nuk ishtë promovim politik, ishtë promovim i varzave, i ekipit edhe i komunes tonë. Besoj se edhe juria profesionale do tjetë reale, se nëse ka me qenë reale, une nuk dyshoj në suksesin tonë. Se e di qka kanë përgadit varzat, e di sa talentin e kajnë, e di si kanë mudu këtë natë dhe me siguri ka me qenë gjdo gjaj impresive. Ma pak mloth, të është aja pjesë, por besoj se s'kan mi odhim disa euro kërkuj nga ne për me përkrah ekipin. Thjesht me përkrah munin, entuziazmin, vullnetin e dikuj. E besoj sa aqit ishtë fitu. Përkrahjen tonë do të kenë gjdo herë, ja veç kur ishën pytja kjo ngjarje, po trejet e Ulqinit, aktivitetet e tyre në pushtetin lokal të Ulqinit, kanë kajnë edhe do të kenë përkrahje gjdo herë maksimale. Pa marë parasysh cili aktivitet ishën pytja. Edhe një herë, suksese, numrin 12, ma se haroni, atë natë për cjelim të gjithë me vëmendje dhe urime besoj edhe ju, edhe këto ditë do të bani qmosin në përmes valjeve t'juja, në përmes ekranit juj, na ndihmoni sa ma shumë të dalim të gjithë së bashkut fitus. Pa tjetër, faleminderit shumë edhe faleminderit që bëni ka shumë për talentat e komunës së Ulqinit, për një përkrahje t'il. Vajza uroj shumë që këtë mirësin tuaj, bukurin tuaj, punën tuaj dhe talentin tuaj të shpalosni më së miri në mbrëmjen e 29 prillit, atje ku edhe është nata e garës. Unë edhe njëherë dua të ftoj të gjithë juve që në ndiqni tani përmes ekranit të televizionit të UTA, që të votoni numrin 12, të votoni 8 talentet e Ulqinit në numrin 14941. Vajza shumë suksese, forca të tregojmë që jemi më të mirët. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit. Miq të televizionit të UTA, faleminderit edhe ju për vëmendjen tuaj me emisionin Flasim. Ju kujtoj që retransmetimi është të dielën në orën 15, mirë po vajzat të cilat përfaqësojnë Ulqinin në projektin Malizi në ritmin e Evropës do t'jenë në vëmendjen tonë këto në ekranin e televizionit të UTA. Mirëmbëjtje. You say you really wanna change, but all you do is talk.